të gjithve, mirë se erdhët në Vila 24, unë me Katin jemi këtu këtë ditë të hënë. Mëngjes e dashur, shumë mirë, është e hënë sot një ditë ere për ambisat, një javë ere pa tjetër. Ju urojmë që t'jenë mirë në familjet e tyre dhe t'i ftojmë këtu te këndioni gatimit për të parë recetat që do përcjellim për ato sot. Dhe çfarë do të bëjmë sot? Çfarë do bëjmë sot? Fasule. Ka më mirë se fasule. Nuk do të bëjmë ato tradicionale të bardhat, por do të bëjmë këto jeshilet, mung, që quhen ndryshe. Që janë shumë të lezetshme. Jo vetëm të lezetshme. Këto duhet të dini që kanë shumë hekur dhe protein. Pra kanë një pjatë fasule, do me thënë jeshile mung, kanë do me thënë protein sa një racion mish. Në shikon sa të shëndetshme janë? Konsumoni fasulet, është si thuash protein bimore, gjë që neve na duhet që ta shijojmë dhe ta konsumojmë. Mish, do t'i përgatisim në fasulet mung, ka ndonjë recet të veçantë? Një recetë dhe unë do t'a sjell në traj supe, bëjnë salatra të ndryshme, bëjnë edhe supra, do me thonë mënyrën më të thjesht do t'a sjell sot, shikoni se sa e mirë bëhet. Pra, fillimisht unë e kam filluar faktikisht, sepse në fund fare duhet ta tregoj të përfunduar recetën, kështu që kam filluar vetëm këto nuk vendosen as në ujë të qëndrojnë, as, do me thënë, që të zjem dhe të derdim ujin e parë, por nëse në kështu, si përfaqe na kryojnë, do me thënë, si thuash pjesë, ja, si nxjerr këto anësore, e mund t'i pastrojmë. As një gjë tjetër, shikoni, do me thënë, dhe kur janë cilësore, shikoni se sa të mira na bëhen. Shumë të mira duke. Kështu që i vendosim në ujë të ftohtë dhe do t'i lëjmë që të zihen për 20-25 minuta kështu, vetëm pa kripazgjë, dhe në këtë moment neve, unë 300 gram, do me thënë, në 1 litër e gjysmë ujë. Do të shtoj këtu një qep të cilën e kam të grirë hollë, shumë thjesht të përgatiten, pra fillimisht i lajmë, i vendosim në ujë që të zihen për 20 minuta, pa kripaz një gjë. Mbas 20 minutave do të shtoni qepën, si që shikoni që kam të grirë hollë. Do të hidhni gjysmën e sasisë së vajit dhe do t'i shtojmë tani në këtë moment edhe gjysmën e sasisë së kripës. Edhe për kripën e kontrollojmë në fund fare. Ato rregullimin final, kjo është do me thënë, është mënyra më e thjeshtë për përgatitur këto fasulet, por ju garantoj që keni ushqimin më të shijshëm, më të mirë, më të shëndetshëm në familjet tuaja. Nuk ka nevojë as për domate, as për salcë, as për salcë, as për Ajo që ka nevojë është rigoni edhe limoni. Janë dy përbërës kryesor për të përthithur hekurin që përmbajnë fasulet jeshile. Kështu që hedhim edhe krip. Dhe unë shoh Kati që ka filluar të trashin lëngun, pra krijon kanë atë lëngun e fasuleve që tregojnë për një zjerje të mirë, një pjatë të shijshme, edhe për cilësinë e tyre. Sigurisht, Anila. Tani këtu, siç i kemi neve, gati, i kam lënë rreth 25 minuta, që është bërë ajo para zjerja. Do t'i ul tani në temperaturë të ulët në mesatare, që të më ngelet me lëngjet e veta. Dua që jo të shtojmë ujë, si që themi gjithmonë, dua që fasulet vërtet të lidhen dhe të bëjnë, por jo të shtojmë ujë në sasi të madhe. Tani kemi gati për të vendosur edhe kapakun dhe do t'jemi në momentin e fundit që do t'i rregullojmë me limon dhe me rigon. Pra këto janë përbërësit. Dhe atë vaj në fundit të lirit që Kati e hedh gjithmonë në 2 pjesë në çdo gatim. Sepse vërtet marrim shijen maksimale të vajit të lirit edhe plus edhe vlerat e tyre ushqimore urdhëroni. Jo, doja të thoja që këto fasulet mung ndoshta nuk i keni hasur shpesh në treg, po edhe një pjesë të mirë të fasuleve të tjera, sepse tek Neranci përveç asaj fasules kokorbardh klasike e zgjeni të gjitha variantet e fasuleve të kuqe, të zeza, këto jeshilet mung, pra që kanë këtë pamje, bollgurin që do gatuaj mëtej, erzat pa diskutim, që nga kripa e deri tek vaji i ullirit, gjithçka që ju duhet për të gatuar e për të furnizuar shtëpinë tuaj, i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Neranci, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë. Madje edhe produktet e freskëta të frigoriferit, që nga gjalpi, pana të ndryshme, produkte të ngrira, fruta të thata, erzat pa diskutim që janë të gjitha, gjithçka që ju doni të gjeni e keni tek dyqanet Neranci, kështu që recetat tona për të patur shijen që ne provojmë këtu në studio edhe rezultatin që ne kemi, ju e sugjerojmë që ti provoni e sigurisht që do të kthehet në dyqanin tuaj të preferuar. Dhe receta e dytë është fileto pule me pana edhe me bollgur.
pra ndërkohë që marrë edhe panën, sa të më shkri edhe i gjalpin. Okej, unë lexoj recetat. Hajde shohim pak recetat. Shikojmë së bashku nga ekrani dhe lexojmë përbërësit që do të na duhen për të përgatitur supë me fasule jeshile. Përbërësit janë 300 gram fasule jeshile, një qep, gjysmë filxhani çaj me vaj, vaj ulliri, një deg rigon, krip edhe piper. Fileto pule me pana dhe bollgur do tjetë receta e dytë që do të sjellim sot, me 2 fileto pule, 1 qep, 2 thelpi hudhër, 1 karot, 2 speca, 1 deg selino, 1 filxhan çaj pana, 1 filxhan çaj lëng pule, 2 lug vaj, 2 lug gjalp, 2 filxhan çaj bollgur, 1 spec, 1 domate, 1 filxhan çaj misër, 1 lug supë me gjalp, krip, piper, majdanoz dhe kopër. I kam ndarë në 2 faza aty, sepse është faza e parë që përgatitet filetoja e pulës, që këtu do të kemi këto specat, do të kemi karotën, qepën dhe këto erzat, selino. Në fund fare do të hidhet majdanoz tek pjesa e për përgatitje, sigurisht që kemi lëngë, pule, do të kemi edhe pana. Dhe në pjesën e dytë, do me thënë që e shoqërojmë këtë, që mund të shoqërojmë akoma edhe me oriz, por unë mendova të shoqëroj sot me bollgur, oriz kemi konsumuar gjatë gjithë, do me thënë kemi bërë edhe byre, që besoj që janë bërë anvisat edhe pilaf për vitëri, krishtlindje. Kështu që sillim me bollgur që është një mënyrë tjetër dhe një mënyrë e shëndetshme mund të them. Jo mund të them, por një mënyrë e shëndetshme. Shumë e shëndetshme, e vërtet, shumë e shëndetshme. E shikoni që fileton e kam prerë kështu në fetza, në drejtim të kundërt të filetos, që do të thotë e pritet në këtë mënyrë, që mos të na thahet, por të ngelet e butë. Skuqim në gjalp, edhe do të vijoj. Me gjalp edhe vaj, një lug gjalp, një lug vaj, do me thënë do t'i kthejmë nga të dy anët, pa i shtuar krip në këtë momentin e parë, sepse e dim që filetoja është delikate, nuk është si edhe mishin, unë në këtë mënyrë e bëjt, do me thënë në momentin e parë nuk hedh krip, hedh më mbrapa, se si që tem gjithmonë, që kripa është ajo që nxjerr lëngjet, dhe kur na nxjerr lëngjet nga racionet e mishit, na thahet mishi. Kjo është sekreti kryesor për përgatitjen e mishit dhe të kemi një mish të butë. Po lë këtu tani marrë kapse në një lapon. Fileto gatuat gjithashtu shumë lehtë, bollguri në të njëjtën kohë është përsëri një produkt që do shumë pak për t'u gatuar, kështu që ndër të tjera, përveç se të shëndetshme, recetat e kësaj dite të hënë, janë edhe gatime që bëhen në pak kohë. Atë që duhet panila. Jo, po mendoja që jemi në këtë javën ku të gjithë e kemi nisur me duhet konsumojmë pak më shëndetshëm, sepse është tepruar duhet thënë ato ditët festive, kështu që të dyja recetat, përveç se janë shumë të shijshme sot, rekomandohen të jenë edhe jo vetëm për të nisur javën, por edhe për këtë ditë për të ngrënë pak më lehtë, sepse filetoj pulës e dim që është një mish që përgjithsisht rekomandohet për dieta, bollguri gjithashtu, perimet dihet që duhet jenë aty gjithmonë, kështu që mund ta nisni javën me këto dy receta, nëse nuk keni bërë ato fasulet tradicionale sot, se mund të kemi dhe fasulet e përda. Nëse kemi kohë, do me thënë që ta tregojmë tamam, po që të përfunduar dhe të servirur, sigurisht që do të tregojmë, nuk është se kam thënë atë mënyrën, do me thënë kam shënuar përbërësit, sepse janë shumë të thjeshtë, si thua një sallat detox, që nuk është e thënë se ta bësh tani mbas krishtlindjeve apo vitit të ri, mund ta bëjmë të paktën edhe një herë në javë që ta konsumojmë, sepse vërtet është një sallat shumë e mirë që bëhet me kastraves, me karot, lëngun e limonit, me soja sos, me piper të zi, piper të kuq, susam dhe vaj ulliri. Ishin shumë pak përbërës, do i tregoj dhe më mbrapa të përfunduar, është shumë e thjesht për të përgatitur, i grim të gjitha këto, i marinojmë dhe i kemi gati për të ta konsumuar. Është një salat e shëndetshme dhe është ajo që ju thash që si tuash në tret, në shkrinin dyrnat në organizmin tonë. Një salat e shëndetshme, detox quhet ndryshe. Kështu që nuk është e thënë që të bëhet mbas festave. Njëherë në cako, e vërtetë është që duhet të përgatisim salatra apo pije të kësaj natyre për të larguar toksinat e tepërta nga organizmi.
Tërkohë që neve kjo po na bëhet gati, unë kam vendosur aty një tenxhere që të vendos tani bollgurin. Do ta ziej bollgurin më veten në fillim fare dhe pastaj do të bëhet ai bashkimi dhe do të tregoj më mbrapa se si do të bëhet. Këtu kam vendosur ujin që të më ngrohej, domethënë. Dhe në raportin 1:2, ashtu siç bëhet edhe pilafi. Thjesht këtu tek lëngu do të shtoj pak krip. Nëse doni mund ta bëni me lëng mish, me lëng perimesh, me kështu që t'i thënë më tepër arome dhe shije, por sigurisht unë nga që kam përzgjedhur gjithë këto përbërës të tjerë, nuk do ta ngarkoj, do ta bëj thjesht të zjejen në ujë me krip, mjafton që uji të jetë i ngrohtë dhe e hedhim brenda. Okej. I valuar, domethënë. Po. E hedhim, e përziejmë dhe e lëm që të na ziejë. Për shumë pak. Na që nga fikur soba këte i kate. Prandaj nuk po... Endeza. Faleminderit, Danila. Tani këtë neve e lëm që të na ziejë. Okej. Dhe kështu i kemi vënë përpara të dyja recetat e ditës së sotme, duke gatuar paralelisht bollgurin, filetot edhe supën me fasulet mung. Perime do t'i gatuajmë këtej nga fileto? Po, këtu, do heqim fileton tani. Okej, dhe në të njëjtin tigan? Sepse do hidhem përsëri brenda këtu. Okej. Thjesht përpara se ti heq, lutem Anila, më jep atë pak kripën. Kripën. Edhe piperin, i kam aty. Edhe piperin. Ti bën një kështu të lehtë tani. Edhe piperin. Që të kemë si tuash një shije me këto. E shikoni tani si e ruan formën filetoja, edhe mban këtë, do me thënë, butësin në brëndësi, do të bëhen të buta në brëndësi, edhe... Pra është mënyra e të prerit. E të prerit, edhe të asaj që thashin nuk duhet të hedhim krip në momentin e parë. Okej. Pra është gabim nëse ne e marinojmë përpara fileto, ndryshe nga mishrat e tjerë që i marinojmë me krip, piper apo erëzat e tjera. Nuk duhet. Nuk duhet se thajt. Okej. Tani në këto lëngjet, që kemi lëngjet të mira, do të fillojmë dhe do të shtojmë që do të hedhim qepën karotën. Okej. Dhe këto i kemi të prera kështu në fiza, në fije. Ndërsa në pjesën e dy, do me thënë që kemi specin jeshil edhe domaten, e kemi të prerë në kubik të vegjël. Do me thënë që të ndryshojnë edhe mënyrën e të... Në ekran vazhdojmë të kemi recetën. Kati, këtu ky bulguri ta zbuloj? Po. Okej. Këtu tani do të shtoj edhe përveç se tyre do t'i hedhim tani krip edhe më tepër krip, tu s'kemi nevojë për pjesën e kripës. Na duhet kripa. Do t'i hedh edhe piper. Do të shtojmë edhe selino, një deg selino, të cilën e pastrojmë fillimisht nga pjesët e fijeve. Po. Nëse është e madhe, do me thënë edhe ka këto fije, në rast të kundërt, i shikoni vetë juve. Okej. Ka aromë shumë të mirë. Shumë të mirë dhe bëhet një kombinim i mirë me këto specat. E vërtet. Edhe në supra më pëlqen shumë selinoja. Po, është e vërtet Anila. Është zakonisht e mirë bëhet. Është mjaftueshëm për masën që neve kemi. Nëse duam për pjesën e tyre gjethave, lutem Anila, një nga këto lugët të drurit, po falenderit. Të lutem. I trazojmë që të zbute. Këtu më mbrapa, këtu kam lëng pule, lëng mish, dhe me të lëng pule, ose lëng perimesh, nëse nuk keni, mund të shtoni lëng perime. Ndërkohë që këtu dua të shtoj edhe hudhrën, ku e kam? Aty gjitur, ja. E kishte mbuluar orizi. E kishte mbuluar vërtet. Hedhim dhe hudhrën, që në fillim që të na nxjerrë aromë.
Me qënë se kam këtu lëngë pule, nuk do të hedh nga jo mix erzash. Okej, do mjaftohesh me shijen e lëngut. Me këtë shijen, sepse dhe shija e pulës është e shishme, dhe me thënë dhe nuk ka nevojë tani, pasi këto na janë zbutur mirë. Hedhim këtu përsëri filetot, edhe shikoni dhe me thënë filetot se si kanë ruajtur këtë, si thuash, formën e tyre, edhe nuk na janë tharë, po i kemi kështu të buta. Okej. I shtuam edhe filetot. Ajo që duhet tani, duhet të shtojmë këtë lëngun e pulës, që t'jeti ngrohtë me patjetër. Okej, po ndërkohë specat e domatet. Po, dhe do t'i lëmë që të zihen pak, dhe pastaj në fazën e dytë do të shtojmë edhe panën. Okej. Është në rregull. I lëmë që të na zihen, madje do t'i mirë është t'i vendosnim në një kapak. Ta shikojmë ta marrim këtë këtu tani. Okej. Edhe të shikojmë edhe këtu se edhe bënguri është drejt të zjerjes. Është drejt zjerjes, do ta heq, do ta mbulojmë me një pecet guzhine. Dhe është Dhe do ta gati. lëmë të qetësohet. Këtë veprim mund ta kryejmë edhe nëse bollgurin e përgatisim për receta të ftohta, pasi shumë mirë mund të kombinohet edhe me zarzavate, me me qiqra, me misër, për të kthyer në formën e një sallate, sepse është tepër i shëndetshëm dhe shpesh është ndër ato produkte që është zgjidhës i vakteve tona të shpejta. Ndërkohë edhe fasulet janë në zjerje. Janë kosur, si themi ne, shikoni se sa mirë. Që në gjysmë të zjerjes së tyre e kishin marrë atë. Shiko se si janë bërë, sa të mirë dhe sa shto. Por ama neve themi që do t'i bëjmë supë. Kështu që do t'i shtojmë pak lënj. Dhe këtë do t'a shikoni edhe juve në shtëpi, do me thënë, nëse ka nevojë. Edhe shiko se sa shumë shtojnë, shiko sa pak kam hedhur. Po pra. Edhe këto kanë shtuar, neve thamë të bënim pak, por na u bën shumë. Ska gjë, është një ushqim që konsumohet dhe është shumë i shishëm. Pa tjetër. Plus që mund të ruhet në frigorifer, ta konsumoni edhe ditën tjetër, se nuk e gjenë gjë. Ne dim që fasulet i konsumojmë më shumë se sa një ditë përgjithsisht në familjet tona, kështu që pavarësisht se janë fasulet mund të gatuara në trajtën e një supe, pa diskutim që mund t'i ruani në frigorifer, i konsumoni edhe ditët në vazhdim. Sigurisht që në fazën e parë, që aty ku e kisha unë, me thënë që mos të zihen plotësisht, të mbajnë pak, mos të jenë të ziera, po jo plotësisht, mund të heqim një pjesë që t'i kemi për të përgatitur salat. Salat që bëhet me këto speca, me gjëra të ndryshme, me thënë bëhet një salat shumë e mirë dhe shumë e shishme, mundet ta sillim një herë tjetër edhe pjesën e salatës. Sillim një herë tjetër, fasulet i kemi këtu, kështu që këtë paketimin mund ta përdori më shumë se sa një herë, duke qenë se mung shtojnë gjatë zjerjes. Si po duket? Jo, këtu mirë janë, por që duhet të kena të kohën e tyre që të zihen. Unë do t'i shtoj nga ky piper i kuq. Pak piper të kuq. Nuk e di pse e kam shumë për zëmër këtë lloj mix erzash në fakt, sepse këtu kam ndrove mendje. Po, sepse kam turmerikë dhe janë këto gjëra, domethënë që i kombinojnë shumë mirë fileto së pulës, kështu që do t'i hedh pavarësisht se kam atë, si thuaç, lëngun e pulës. Do t'ja hedh se këtu, ashtu siç ju thash, kam një mix për zjerje erzash. Ai jep edhe një ngjyrë të këndshme. Që i japin edhe ngjyrën e mirë faktikisht nga turmeriku që ka brenda. Plus edhe ato vlerat ushqimore që përmbajnë, siç kam thënë gjithmonë, erzat veç se shijes, japin shumë, kanë vlera të mëdha ushqimore. Do ta lëm tani këtu për momentin dhe do fillojmë që të përgatisim në tiganin tjetër specat edhe domatet që do të kthejmë këtu brenda bollgurin, se bollguri bëhet më vete. Mënyra se si do ta përgatisim bollgurin është një mënyrë që mund ta konsumojmë ashtu siç ne do ta përgatisim tani. Kjo është ekstra, domethënë që ta bëjmë akoma më të plot drekën tonë, sepse bollgurin mund ta konsumojmë edhe në darkë, për shembull në mënyrën se si do ta sillim, me speca, me domate. Kështu që edhe me këtë misër, nëse ju ndodhet misër, mund të hidhni edhe misër brenda, sepse vërtet edhe misri ka vlerat e tij ushqimore, nëse ju gjendet, mund ta përdorni dhe sigurisht që do të keni një pjatë të shëndetshme, një pjatë shumë të mirë dhe të shijshme dhe të kënaqshme për të gjithë. Kështu që do të marr tiganin e vogël.
Ti galinë e vogël të bardhë, para bollgurin ju e patë se si Katerina e përgatiti, ku të duash ti, mund të t'i afroj unë këto nëse do. E merë më mirë këtu vëndin, vatrë, edhe gjalpin Anila, sepse më duhet edhe pak gjalp. Faleminderit. Gjalpi, speca, besoj edhe erza do të duhen. I kemi hedhur, me thënë, në masat të vogla, dhe nga pak gjërat, nuk është se kemi hedhur shumë gjalp, se mos me ndoni që ashtu, pak gjalp, pak vaj, të shkri gjalpi, duke shtuar edhe pak vaj, edhe për shi, edhe për të ndihmuar. Edhe për ndihmuar që mos të digjet, si tuash, ja kaq, nuk ka nevoj për më tepër, është mjaftueshëm sepse neve tani nuk është se do ta konsumojmë kështu vetëm, do të kemi edhe shijet edhe yndyrnat që do të marrim nga përgatitja e filetos, kështu që e mbledhim pak dorën te pjesa e yndyrnave në momentin që përgatisim tani kuskusin. Thjesht ke shpreha, mbledhim pak dorën? Mbledhim pak dorën. Mbledhim pak dorën, vërtet. E lëm të tretet gjalpi, e dua këtë gjë, domethënë në momentin që tretet gjalpi më nxjerr atë aromën e mirë, kështu që bëheni sepse vërtet i jep një tjetër shije gatimit tuaj, edhe mirë të bollgurit. Kështu që bëheni këtë veprim, lëreni të aromatizohet gjalpi, dhe pastaj shtoni këtu brenda. Fillojmë fillimisht me këto specin jeshil kam përzgjedhur unë këtu. Është gati. Ja, sa po ashtu fillon, ndijm një aromë neve këtu në studio të gjalpit, sa fillon edhe tretet. I zbutim pak, se nuk është, duam që specit të jetë kështu, do me thënë të ketë dhe që të ketë atë vlerën ushqimore, është mirë që të konsumojmë kështu si që janë të freskëta. Ne tani thjesht i zbutim pak, të nxjerrin edhe shijen, edhim edhe domaten, to janë të ngrënshme kështu si që janë, por thjesht i zbutim pak edhe i kavërdisim për të në nxjerr pak më tepër aromat. Bëjmë diçka neve, shka, ato tiganin e kalojmë këtej, sepse aty na pengon tenxherja, edhe këto e kalojmë andej, se këti s'kemi për të bërë më. Ose heqim tenxherën, se të duash të. Po, jo, në rregull. Se po e shija që... Qëmë tenxherën këtu dhe... Ska gjë afrojmë tani me që bërë, po dhe tjetra mund të bëj, po në rregull, ja jemi këtu. Okej. Këtë temperaturën e fastuleve sa ta lë? Te dyshilëre fare, Anila, se ato janë drejt zjerjes. Drejt përfundimit, nuk ka nevoj për më tepër. Okej, ja, shumë mirë jam e kështu. Edhe këtu nuk e duam temperaturën e lartë. Tani këtu te pjesa e këtyre. Do t'i hedhim edhe këtu kripe dhe piper, se s'kemi hedhur. Edhe krip. I trazojmë edhe tungelet për të shtuar, në fund fare edhe kopër, po, se majdanozin do t'a hedhim tek pjesa e filetos. Okej, kopër edhe misrat, no? Misrat. Po. Edhe këtu bollguri është trashur, e shikoni ka kryuar këto vrimzat si puna e shikon, edhe shkrifërohet. Edhe këtë shkrifërim, duhet të dini një gjë, e bën peceta. Dhe me pa tjetër vendosni këtu është si puna e pilafit. Kjo pecet e bën që bollguri të shkrifërohet dhe mos të na bëhet si tuash e ngjeshur. Kishte goxha, na dukesh si pak. Të gjitha sot na janë dukur si pak, po kemi gatuar për... Duken tenxhere të vogla, po pas janë të thella. Të thella. Mirë, s'ka gjë. Tham që i kemi këto ushqimet kaq të shëndetshme sot që thash, mënyrën se si e përgatitëm bollgurin, mund ta konsumojmë edhe një vakt më vete, duke shtuar akoma edhe pak kos. Shoqërohet shumë mirë me kos kjo, ose edhe me djathtë të shkrirë. Ka një kombinim tjetër, por neve tham do ta sillim me këtë që filloj të na zbutet ajo. Në mënyrë më të thjeshtë. Sigurisht që këto shtesat pastaj janë edhe preferenca personale të shijeve. Do ta heqim, do ta lëm këtu më njam, duke këtu shtuar tani edhe misrin, do të shtojmë edhe kopër. Janë dy shtesat të tjera që do të shtojmë këtu. Okej, ndërkohë të shtojmë këtu për pjesën e filetos, ta ngrejmë këtë dhe këtu do të shtojmë edhe
pana, sepse duhet që të bëhet, të zbuten edhe pak. Të duhet e larta aty ty? Ashtu, falenderit. Asgjë. Për këtë i ekspert. Kishe rritur temperaturën e sobës Tjetër për tjetër. Po. Ndërkohë, edhe fasullet janë... Tani të hedhim edhe pjesën e misrit, të cilën do të kullojmë. E ne do t'ja shtojmë bulgurit. Pra, vërtet filetot me specat janë një shoqëruesi bulgurit sot, por mund të jenë të dyja receta më vete. Po. Si filetoja e pulës me speca me qep, ashtu edhe bulguri me tomate, speca jeshil e misër. Pra mund t'i kombinoni fare mirë me njëra tjetrën sepse shkojnë, por mund t'i mbani edhe veç, edhe shtoni një ditë më shumë në kalendarin e gatimeve tuaja të javës. Është e vërtet, ashtu tamam si që thuani, mund t'a përdorim. Okej, kemi kulluar kështu edhe misrin nga konserva. Që kemi misër konserv, kanë dhe misër të cilët janë të zjera dhe të paketuara. Por ne vetë për momentin kemi këtë konserv. Tani do t'i shtojmë edhe kopër. Dhe do t'a kemi gati. Do t'a kemi gati për t'a serviru bashkë me fileton, por filetos më përpara neve do t'i shtojmë aty akoma edhe pana. Po. Pana shtohet në fund, besoj. Po, Tjetë kryer e gjithë zjerja. Po, që të nga bëhet ajo si tuash lidhja. Të vendosim aty, të hedhim edhe kopër. Bëjmë pak pushim, sepse është momenti i hapësirës publicitare. Po shumë mirë. Kur të kthehemi, merremi me panën, me zbukurimin e pjatave, me kopërin, shojmë edhe fasullet që ende ka... Do të bëjmë edhe salatën, se i pas kemi kohën tamam të mjaftueshme për të përgatitur edhe salatën. Shumë mirë. Këtu jemi, këtu, ju presim, me një shkëputje shumë e shkurtër, patjetër, dhe të gjitha do t'i përfundojmë në pjesën e dytë. Jemi rikthyer përsëri, vazhdojmë të jemi në transmetim të drejtë për drejtë me një mirëmëngjes për ju që zgjoheni vonë dhe e nisni ditën pak më ngeshëm. Ne kemi nisur herës si një pjesë e mirë e juaja, sot janë rikthyer punës, janë rikthyer shkollës, kështu që le të themi jemi në atë normalitetin. Pas festave edhe në kuzhinë jemi kthyer në normalitet, në të hënën tonë të fasuleve, edhe pse sot kemi zgjedhur t'i sjellim në një mënyrë tjetër, në formën e një supe dhe jo vetëm kaq, por të zgjedhim edhe fasullet mung që janë kokër vogël, ngjyrë jeshile, ngjasojnë në pamje të parë me thjerëzat kur i sheh, po ndërkohë janë fasule shumë të shijshme, shumë të shëndetshme, të cilat duhet të mësojmë t'i alternojmë, edhe pse vazhdojmë të jemi tradicional tek e hëna e fasuleve. Tek në Ranzi gjeni variante të ndryshme të tyre, si në shi ashtu edhe në mënyrën e përgatitjes, për t'i dhënë larmishmëri edhe ide të reja tryezave tona të përditshme. Jo vetëm kaq, sepse po gatuajmë edhe bollgur me zarzavate, me speca, me misër, me domate, gjithashtu po përgatisim edhe fileto pule me qep, speca të kuq, do t'i shtojmë pana, pra kemi ende receta për të përfunduar, të cilat i kemi nisur që në orën 9, ndaj ju nëse doni t'i shihni nga fillimi mënyrën e përgatitjes së tyre, do duhet të klikoni pak minuta më vonë në dy kanalet tona zyrtare, në kanalin News 24 ose në kanalin zyrtar të emisionit, pikërisht kjo që po shohim në ekran së bashku tani, Vila 24. Çfarë ka soba? Në rregull, është tani. Mufik edhe kështu. Atëherë Anila ju a tha shumë mirë, va shpjegoj se çfarë neve menduam të përgatisim për ju e sot. Është ajo që filluam fillimisht me filetot e pulës që i kemi vendosur në një tigan të nxehtë me pak gjalpë dhe me pak vaj dhe i kemi pjekur nga të dyja anët. Pjekje quhet, faktikisht nuk quhet skuqje.
të cilave nuk u kemi hedhur krip në fillim fare, as krip, as piper, as një gjë. Do me thënë i kemi vendosur thjesht kështu. Më mbrapa pasi janë pjek nga të dy anët, i kemi hequr në një enë më vete dhe kemi filluar duke ka vërdisur qepën, specat, do me thënë mund të gjeni spec të kuq ose të verdh, ose një spec të kuq çfarë mund të ndodhet juve, por specën jeshile faktikisht si që shikoni unë e kam mbajtur dhe kam vendosur te pjesa e bollgurit. Pasi u ka vërdisën këto, kemi shtuar përsëri filetot i regluar me krip piper, mundësisht me një mix erzash, nëse s'keni mund të shtoni turmerik që i shkon shumë mirë filetos. Çfarë t'ju ndodhen juve, do me thënë dhe ato shihet që i përkasin filetos të pulës, pra mishit të pulës. Në këtë moment, pasi kemi shtuar dhe atë lëngun e pulës, që shikoni, neve na janë bërë gati, janë zirë, do me thënë janë thithur ato lëngjet dhe është momenti që do të shtojmë edhe pana. Okej. Panën e kuzhinës. Dhe do të bëhet lidhja. Dhe një ekstra shije. Do të bëhet kjo, si të thuash, salca kremoze. Është mjaftueshëm, nuk ka nevojë për më tepër. Do ta trazojmë që mos të na pritet. Okej. Dhe pasi do me thënë do të bëhet lidhja, është momenti që do të nxjerrim dhe do të kemi gati për ta servirur. Okej. Ndërkohë, këtu si që shikoni, kemi përgatitur bollgurin, e kemi zjerë në ujë të nxehtë në raportin 1:2, duke shtuar vetëm krip, nuk ka nevojë që të shtojmë erza të tjera, sepse si që e shikoni dhe si që patë dhe ju gjatë gatimit, ne kemi përdorur erza qoftë dhe këtu në pjesën e përgatitjes së filetos, por jo vetëm edhe tek pjesa këtu e bollgurit, kemi shtuar më mbrapa, kemi vendosur një lug, do me thënë një lug gjalp, një lug vaj, i kemi ngrohur, sa të dali aroma e gjalpit, kemi shtuar më mbrapa bollgurin e zi, më falni, fillimisht me specët jeshil edhe domatet, një kavërdisje të lehtë që të zbuten, jo kavërdisje të rëndë, kemi shtuar bollgurin, kemi shtuar edhe misrin e konservuar, dhe si që shikoni e kemi gati, ndërkohë që këtu ngelet tani thjesht për të servirur dhe për të lidhur të dyja, do me thënë këto produkte bashkë. Këto gatime bashkë faktikisht, sepse u gatuan. Ndërkohë gjatë kohës së reklamave, ka të jesh kujdesur përgatisi dhe orizim basmati që ti hedhim ajo që e bëre për ngelet cilën nga akoma. recetat. Këtu bëhet, do me thënë tregojmë që me të njëjtën gjë mund të shtojmë, do me thënë Edhe oriz. oriz. Ti hedh pak nga ki lëngu i mishit, lëngu pulës faktikisht, që të më bëhet më kështu kremoze. Do të lëm pak në temperaturë të sobës të qetësohet dhe do ta kemi gati për ta servirur duke shtuar më përpara dhe pak majdanos të grirë hovë. Shumë mirë. Nuk e lëm që të na vloj, duam të thënë që të ketë një... Fikim. Okej. Në rregull. U krye. Ti shtojmë edhe majdanozin. Okej. Ndërkohë do të rregullojmë edhe pjesën E fasuleve, e supës me supës. fasule dhe bashkë shohim pak recetat. Në këtë pjesë të dytë, i rikthejmë edhe një herë në ekran për të parë të gjithë përbërësit që i duhen secilës prej recetave që kemi nisur javën në Vila 24. Një supë me fasule jeshile shumë të shijshme e të shëndetshme me produktet në ranzi është ajo që jemi drejt përfundimit. Përbërësit e saj janë 300 gram fasule jeshile, një qep, gjysmë fixhan çaj vaj, një deg rigon, krip edhe piper. Fileto pule me pana dhe bollgur, përbërësit janë këto: 2 fileto pule, 1 qep, 2 thelpinj hudhër, 1 karot, 2 speca, 1 deg selino, 1 fixhan çaj pana, 1 fixhan çaj lëng pule, 2 lug vaj, 2 lug gjalp, 2 fixhan çaj bollgur, 1 spec, 1 domate, 1 fixhan çaj misër, 1 lug sup me gjalp, krip, piper, majdanoz dhe kopër. Pra, janë të gjithë përbërësit në një recet, po ndërkohë mënyra e të gatuarit të tyre janë veç e veç. Pra, speciku, qepa, fileto e pulës dhe pana janë për tiganin që është duke përfunduar, ndërsa bollguri, speci jeshil, domatja dhe misri, kopër gjithashtu janë për pjatën e bollgurit. Janë në një recet sepse kombinohen shumë mirë me njëra tjetrën, megjithatë, siç thamë edhe më herët, të dyja pjata
pjatat mund t'i gatuani edhe në vakte të ndryshme. Kati na tha që bulguri është më i rekomandueshëm për vaktin e darkës, duke qenë se i kombinuar edhe me zarzavate vjen i lehtë, i shishëm dhe ideal për ata që konsumojnë darkë, por duan një vakt të lehtë, të tretshëm. Madje mund ta shoqërojnë thash pak më përpara edhe me kos. Me thënë me kos kombinohet dhe shkon shumë mirë. Atëri ne i kemi gati, do me thënë edhe njërën, edhe tjetër, ne kemi lënë të qetësoj, të regulojmë, edhe mund t'i shërbejmë, sepse edhe 5 minuta në ndajnë nga ora 10, që do të thotë kohë mjaftueshme për t'i parë në pjata të shërbyer të gjitha recetat. Të kalojmë këtu. Fasuleve i ka mbetur rigoni, lëngu i limonit edhe vaj i ullirit. Po, lëngu i limonit, që si që shikoni, unë e kam, do me thënë, edhe në gjendje kështu të lëngshme, mund të shtoni edhe limon të freskët, dhe ajo që gelit akoma është edhe rigoni. Është momenti që shtojmë një pjesë të rigonit edhe dhe të vajt. Të vajt, po. Edhe pastaj se cili si pas dëshirës që mund të shtojmë më tepër limon, më tepër rigon, më tepër vaj. Po, është çështje shijeje pastaj. Është çështje shije dhe është ajo që neve i shtojmë në momentin e fundit. Kur i servirim në pjatë. Po. Do të hedhim një pjesë këtu. E shikon se sa të lidhura që u bën. As të holla, do me thënë fare, në lëngi, një lëng i lidhur, tamam një supë shumë e mirë. Edhim një pjesë të rigonit. Nëse keni rigon të freskët, do tjetë akoma më mirë. Anila, të lutem mund të ma heqësh fare, sepse është bërë orizisht zjerë, ose urë temperaturën plotësisht. Jo, e largova nga vatra. Ne kemi gati. Me gjithë se limonin do mendoj që ta hedhë në ashtu, sepse duhet të themi dhe këta në visave. Në momentin që e shikojmë që kemi gjellë pak më tepër se sa duhet, me thëmë për të kaluar vaktin e drekës, nuk do konsumohet e gjitha, limoni nuk e hedhim brënda, e hedhim se cili në pjatë ajsa do gjithë se cili. E qartë. Një pak vaj ulliri do hedhë tani këtu, dhe tjetër pastaj përsëri në pjatë në momentin që do ta servirim. Okej. Dhe fasulet janë gati. Fasulet janë gati. E kemi të lëngshme, sepse thamë, kur e quajmë supë, do të thotë që duhet të vi në trajton e një supë. Supë, vërtet, sepse ndryshe nuk quhet supë, quhet gjellë. Po. Shumë të këndshme janë edhe në pamje. Aroma e rigonit dhe e vajit tani ndihet, një kombinim që nuk ndështon asnjëherë. Ta fshim pa. Po, ne kemi aty tjetër. Okej. Shumë mirë. Pjata e parë është gati. Pakës vaj ulliri dhe tani do të edhe lëng limoni. Edhe lëng të limonit, po. Që mund të hedhni, thamë, këtë lëng limoni. Po, që e gjeni tek dyqanet në Randi, edhe në shishe më të mëdha, është i gatshëm, super i freskët, e kemi gjithmonë aty në shtëpi për ta shoqëruar recetat të ndryshme që duan. Sipas dëshirës dhe sigurisht edhe vaj ulliri, do me thënë, nëse shtohet më mbrapa. Ndërkohë të servirim edhe pjatën e radhës. Okej. Pra kemi bulgurin, po, lërojmë vend që të punosh rehat katë. Është bëri shkrifët, nuk është ngjitur fare, sepse edhe bulguri duket i thjesht, po ka ato sekretet e vogla të vetat. As për të qullosur, as për të zjerë më shumë se ç'duhet, pra duhet respektuar pak edhe kozjantja e tij, ashtu sikurse edhe orizi zebaj që ne e kemi bërë gjatë kohës së shkëputjes publicitare, por që përsëri gatuhet shumë thjesht dhe do një minutazh më të shkurtër se sa orizi zakont. Të dy mund të përdoren për sallatra të ndryshme edhe të ftohta, pra si bulguri ashtu edhe orizi. Zeba vjen edhe i këndshëm në pamje, ka një shije karakteristike dhe një ngjyrë interesante dhe i sjell pjatat edhe bukur në të njëjtën kohë. Pra këtë gatimin e filetos mund ta shoqërojmë edhe me oriz, edhe me bulgur, po e di që edhe me makarona të shkonte, se fileto pule, pana, kemi aty speca. Edhe kjo, me thënë, tani neve se kemi mundësin që ta vendosim atje, ta kishim vendosur në një pjatë tjetër dhe ta shoqërojmë, apo të hedhim pak këtu. Po, edhe aty mund të shtosh një fileto pule dhe pak pana, sipër dhe krijohet ajo ideja. Edhe pak majdanoze, edhe ja.
E ndërkohë që ne jemi në 1 minutë në fundit, ajsa për të treguar pak se nëse keni nevojë të shplodhni pak stomakun nga gatimet edhe pijet e festave, një sallatë e tillë do t'ishte ideale. Dhe këtu brenda kemi karota, kastraveca, në kat? Po, karot, kastravec. Okej. Dhe kjo është pjata e dytë. Dhe fileto e pulës mund të vije kombinuar, pra siç e tham, edhe me oriz në pjatën e fundit që na erdhi sot nga duart e katit ton. Vendosim dhe këtë Dhe këtu. këtu është bërë një përzierje e aromave njëra më e mirë se tjetra. Tani këtu veç se pak piper të kuq në fakt për të... Po. E nuk Dhe këtë tjetën tani bëj salsën unë, Anila. po jemi në fund fare, duhet të ngutemi pak. Salsa është shumë e thjeshtë për të përgatitur, hedhim piper, hedhim soja sos, hedhim vaj ulliri. Tham, vaj ulliri, do të hedhim krip. Krip piperi kemi aty të dy ato. Shumë e thjeshtë për të përgatitur. Edhe duhet të ngutemi. I trazojmë dhe ja hedhim lart. Një lutem Anila. Edhe susam. Susami nëse doni mund ta kavërdisni pak, sepse sigurisht kur e kavërdisni nxjerr dhe aromat e mira që përmban susami. Faleminderit Anil. Të lutem. Dhe ja shtojmë sipër sallatës. Të lumshin duart. Faleminderit e dashur, kënaqësi. Kombinim interesant kë. Shikon sa thjesht e ndonjëherë gatimet mjafton të dish të përzihesh bashkë Kombinimet, shijet. të përzihesh shijet dhe për të marrë të rezultatin e dur. Kati të lumshin duart. Faleminderit për idetë e tua që na solle këtë ditë. Kënaqësi që ndajmë këtë Kënaqësia është e emisionin imja. bashkë me një Barbie që kam këtu në studio. Faleminderit dhe ju të dashur anvisa që qëndruat me ne. Nga unë Katerina, mirupafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim. Mos hezitoni të përgatisni familjet tuaja, sepse vërtet do të ngelini shumë të kënaqur, sidomos këto fasulet jeshile, sepse ju thash që në fillim fare që kanë shumë hekur dhe shumë protein. Bëjni dhe do më kujtoni. Mirupafshim, kalofshi bukur. Tani kemi publicitet.